Jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë të Scan Live. Do diskutojmë tani në lidhje me strukturën e tregut të punës, por njëkohësisht edhe lëvizjen e shqiptarëve dhe tuajve pikërisht në kërkim të kushteve më të mira të punës dhe specifikisht do të fokusohemi tek punësimi i shqiptarëve në Greqi. Më gjërësisht do të diskutojmë me zonjën Armida Plangarica, përgjegjëse e sektorit programeve europiane në Unionin e Kooperativave Bujqësore në Greqi. Zonja Plangarica, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Atëherë, është një fenomen që njihet si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri, punësimi sezonal i shqiptarëve në Greqi. Por me sa duket tashmë ky trend po ndryshon. Në opinionin tuaj, cilat mund të jenë arsyet? Atëherë, nuk është se ndryshon trendi, ndryshojnë përmasat sociale të këtij trendi. Që do të thotë, brezi klasik i cili vinte deri pak vite më parë për të punuar gjatë sezonit të verës, tashmë është rritur, ka rritur në një moshë që nuk mund të përballojë më punën në ferm, ose le të themi e përballon me ritme më të zbogluara. Më të ngadalta. Për sa i përket tani moshës së re, 30 plus, 40 plus, janë individ të cilët kërkojnë një jetë më të mirë, kërkojnë kushte më të mira, kërkojnë pse jo punë më të mirë. Le të kemi parasysh që fëmijët e këtij brezi të punëtorëve sezonal që vinin gjatë verës në Shqipëri, gjatë verës në Greqi, tashmë është një brez i cili po studion, po kërkon një jetë më të mirë në Europë. Pra, ndryshojnë kushtet e jetesës, ndryshon edhe mentaliteti, s'ka pse ti drejtohet më fermës. Të paktën sepse unë jam gjithmonë për fermën, është diçka që nuk do mbaroj kurrë, është ushqimi, është bazë jetike, por jo në kushtet në të cilat kësaj pune ju drejtuan prindërit. Le të jemi të qartë. Pra, nuk është turp apo nuk është keq. Të jemi fermer, të jemi agronom, të jemi punonjës stoke, por me kushtet që i përkasin secilës punë. Prindrit kanë qenë të partë ata që kanë hapur rrugën drejt Greqisë, kanë përshtypjen tashmë, sikur se thatë ju, të rinjt kërkojnë alternativa më të mira në opinionin e tyre, sepse edhe ferma është ardhur. Është evoluimi i brezit dhe për këtë duhet ndjehemi krenar, pse jo. Patjetër. Ndërkohë pagat nuk kanë qenë një arsye. Pagat vijojnë të jenë të larta, vijojnë të jenë konkurruese. Tani, pagat e Greqisë dihen, fillimisht kanë qenë 20 euro, arritën 30, arritën 40, këtë verë u dëgjua dhe 50 euro në ditë për sa i përket mbledhjes së pjeshkëve apo punëve të tjera që i përkojnë kultivimit të pjeshkës, edhe të frutave, në përgjithësi frutave verore. Pra, u dëgjua edhe 50 euro dita. Në qoftë se një individ punon non-stop pa një pushim të shtunë të diel që zakonisht nuk ka pushim, sepse është i tillë sezoni, është emergjenca e tillë që krijohet për të punuar pa pushim, arrin deri 1500 euro në muaj, pa llogaritur këtu pastaj edhe ullirin që ka të tjera rendimente të cilat krijojnë paga akoma më të larta. Ndërkohë, Zonja Plangarica, nga ajo që ju jeni në përditshmërinë tuaj dhe punoni aty, si funksionojnë fermat në Greqi, sepse dihet Greqia është një prodhues shumë i rëndësishëm i pjeshkëve, i ullimve dhe shumë produkte të tjera. Në përgjithësi është agrikultura e cila mban Greqin pas turizmit. Mjafton vetëm zona e Nausës, për shembull, që për treguar se sa rëndësi ka prodhimi në mënyrë të veçantë i pjeshkëve. Si funksionon në tërësi? Pra, ekziston bashkimi i fermerëve për të qenë më të fuqishëm, sepse ne në Shqipëri shpeshherë kemi diskutim të ngjashëm. Është klasik funksioni i agrikulturës në Greqi, nuk mund të mendohet dhe nuk mund të përcaktohet agrikulturë pa kooperativat. E dim që fjala kooperativ kemi problem ne. Krijon një farë alergji, po hajde, mos e quajmë kooperativ, atëherë le ta pagëzojmë në një mënyrë tjetër, le ta quajmë union, le ta quajmë konsorcium, le ta quajmë. I kemi quajtur, zonja Plangarica, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, SBB.
por prapë me sa duket nuk po funksionojnë. Nuk është shoqëria, është kooperativ, nëse do quhet shoqëri, atëherë shkojmë sepse çdo specifik e këtyre bashkimeve, këtyre grupeve krijon të tjera premisa për përket subvencionit. Keni parasysh që në Greqi kooperativa preferohet shumë sepse ka shumë subvencione nga Bashkimi Evropian. Në qoftë se nuk je grup kooperativash apo nuk je grup fermerësh, nuk subvencionohesh si privat në mënyrën që do të marrësh të njëjtin subvencion nga Bashkimi Evropian për sa i përket kooperativës. Pra, është tepër e rëndësishme që të bashkohen fermerët, le t'ja japin emrin se të duan, por le t'jenë nën standardet e atij bashkimi që kërkon tashmë Unioni Evropian, jo Unioni Kooperativave apo çdo union tjetër që mund kemi në mendje, dhe nga ande e tutje pastaj të marrim subvencionet sepse i kemi shumë të nevojshme. Nuk mendohet në Greqi, aq më tepër në Itali. Un kam edhe shembullin e Italisë që është akoma më i fortë se sa i Greqisë për sa i përket kooperativave dhe bashkimit të grupeve të kooperativave. Bile tani ju jap një lajm, Italia po shkon në një tjetër lloj forme. Po fut në ombrellën e vet të këtyre bashkimesh kooperativave apo grupe produktorësh, fermerësh, po fut edhe grupe nga Greqia, duke krijuar kështu kooperativat internacionale, të cilat kooperativa internacionale brenda Bashkimit Evropian kuptohet, krijojnë të tjera premisa për sa i përket programeve europiane, subvencionit europian dhe gjithçka që ka të bëjë me kultivimin dhe me lehtësimin e kultivimit të fermerëve në çdo lloj produkti. Edhe njëkohësisht konkuron më lehtësisht ndaj kundërshtarëve, nëse mund t'i quajmë kështu, sepse del me çmim më të lirë. Natyrisht. Ndërkohë, përsa për të rikthyer sërish tek çështja e shqiptarëve, ata që punojnë sezonalisht në Greqi, pavarësisht pagës që mund të jetë e lartë, e konsiderueshme, krahasuar me të ardhurat që një fermer mund të sigurojë në Shqipëri, sërish vjet re një interes i ulët. Po ata që prej vitesh punojnë dhe jetojnë në shtetin fqinj, në Greqi, janë të integruar plotësisht, pra ata mund cilësohen si pjesë e shoqërisë greke, si pjesë e bizneseve dhe nuk kategorizohen tek këta punonjës emigrant? Jo. Atëherë, kemi një pjesë të shoqërisë një pjesë të këtyre punonjësve të fermave, të cilët janë plotësisht të integruar në shoqërinë greke, të mendoni janë tashmë jo vetëm si punonjës, por kanë edhe fermat vetat, kanë krijuar fermat vetat private. Kultivojnë privatisht ose janë pjesë të kooperativave bujqësore greke, si fermer tashmë të integruar brenda grupit bujqësor të një kooperative X. Nga ana tjetër kanë fëmijët të cilët studiojnë, janë të integruar, janë të plotësuar dhe në këtë moment quhen dhe qytetar grek, sepse kanë marrë shumica e tyre fëmijëve, kanë marrë edhe rezidencën dhe qytetarit evropian tashmë, kështu që nuk diskutohet më integriteti i kësaj pjese të popullsisë, por kjo pjesë nuk përkon me atë që vjen përkohësisht në Greqi, me pjesën tjetër që rri 3 muaj ose 6 muaj edhe pastaj largohet. Është tjetër kategori kjo që po themi dhe tjetër është kategoria e punonjësve sezonal që vinë dhe nuk janë rezident këtu. Këta sezonalët, zonja Plangarica, vinë të organizuar kur punojnë për 2, 3 apo 4 muaj, 3 muaj, sepse aq mbase lejon edhe lej qëndrimi aty, vinë të organizuar edhe jo vetëm në aspekt në udhëtimit, por edhe të dokumentacioneve, të kontributeve që duhet marrin. 5 vitet e fundit, në qoftë se mbani mend që me Covidin, domethënë në kohën e Covidit në maj të vitit 2020, filloi të funksionojë një ligj i caktuar për sa i përket punonjësve sezonal, të cilët vinë me leje 3 mujore, vinë me një ftesë 3 mujore të pronarit, e cila ftesë pastaj shtyhet në polici plus 3 muaj të tjera. Pra, vinë të rregullt,
nga momenti që hyn në Greqi ose nga momenti që u bëhet shtesa, kanë të deklaruar numrin taksor AFIMI dhe numrin e sigurimit shëndetësor që është AMKA. Pra, nga momenti që hyn në Greqi, kanë të drejtë të përdorin në rast incidenti apo në rast të një sëmundje, kanë të drejtë të kenë falas shërbimit shëndetësor. Përveç kësaj, donarët janë shumë të detyruar tu vënë atë që quhet ergosimo. Pra është një lloj sigurimi shoqëror ditor, i cili krijon mundësinë që të kenë nesër pas nesër edhe ditë pune të njohura brenda territorit evropian. Dhe unë gjithmonë kam ngul sa herë këtu vinë shqiptarë dhe u them, ndiqini 10, 5 ditë, merreni sepse dikur ju krijohen premisat për të qenë të siguruar. Asnjëherë nuk i dihet, Shqipëria tashmë është vende kandidate për në Bashkimin Evropian, dikur do të hyjë në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto janë ditë pune të cilat në një të ardhme të afërt do numërojnë si standard për pensionin e ardhshëm, sepse sigurisht të gjithë do e kemi nevojë. Janë kontribute që janë derdhur dhe patjetër çdo individ i përfiton. Patjetër duhet të marrin. Pra, kuptoni që brenda këtij 5 vjeçari, nga viti 2020 dhe deri në 2025 që flasim tani, ka ndryshuar katërcipërisht perceptimi i punëtorit sezonal, qoftë nga mënyra ligjore, si ashtu dhe nga mënyra ekonomike. Nuk flasim më për punëtor sezonal të cilët punojnë në të zezë, ka edhe nga kjo kategori që punojnë në zezë, po zakonisht janë vetë punonjësit sezonal që e kërkojnë sepse duan më tepër pagë dhe natyrisht që kur kalojnë brenda këtij filtri që quhet kooperativ, siç jemi ne këtu, ose union kooperativ siç jam unë këtu ku jam, kur kalojnë nga ky filtr në mënyrë shumë rigoroze, ne kërkojmë që këto fermerët, por edhe punëtorët nga ana tjetër të jenë të siguruar. Nuk diskutohet fare, nuk diskutohet puna në zezë dhe nuk diskutohet që nuk do ta deklarojnë siguracionin. Ndërkohë, zonja Plangarica, nga cilat janë zonat nga ku vijnë punonjësit sezonal, pra nga Shqipëria deri në Greqi, apo via kufitare Korça, Gjirokastra, Saranda? Jo, nuk flas dot për Gjirokastrën dhe Sarandën sepse nuk e njoh, por di mirë që shumë është veriu që sjell, veriu Shqipëria e Mesme dhe Shqipëria Juglindore, që janë më të si thon, janë më të familiarizuar për sa i përket kësaj pune. Tani për jugu nuk flas dot sepse jugu më tepër kalon nga Afina dhe poshtë ishujt me të tjera punë. Ndërkohë, në lidhje me organizimin në Greqi dhe për të bërë edhe një krahasim me Shqipërinë, ne kemi ndër vite kemi pasur tentativa në Shqipëri për të bërë pikërisht atë që ndodh në Greqi, që ndodh në Itali dhe kam përshtypjen ndodh në të gjithë Bashkimin Evropian. Të binden fermerët që të bashkohen, por nuk është se ka pasur shumë sukses edhe pavarësisht subvencioneve që ka ofruar deri më tani qeveria shqiptare. Në opinionin tuaj, ka ndonjë mekanizëm? Ka ndonjë mekanizëm që i bind? Jo, nuk ka mekanizëm që i bind, nga momenti që dëgjohet. Akoma dhe sot e kësaj dite Olafi diskuton se si do marri mbrapsht lekët që ka dhënë dhe që nuk kanë shkuar në duart e fermerëve. Mekanizmi është shumë i thjeshtë. Fermerët, përpara se të bashkohen, aty ku do bashkohen, duhet u krijohet mentaliteti që po nuk u bashkuan asnjëherë nuk do jenë në gjendje të eksportojnë produktin të cilin e hedhin, nuk do jenë në gjendje ta kultivojnë atë produkt me standardet e Bashkimit Evropian, sepse ne me të vërtetë themi Shqipëria ka produkt, po Shqipëria nuk ka produkt më. Shqipëria kultivon në mënyrë të pakontrolluar dhe më vjen keq për këtë, e konstatojmë çdo ditë nga eksportet që kthehen apo akoma dhe nga shija, një test i shijes të tregon që produktet e jona nuk janë më ato që ishin dikur para 30 vjetësh, janë produkte full hormon, janë produkte full pesticide dhe këto produkte nuk mund t'i drejtohen tregut evropian për sa kohë kanë të tilla standarde. Pra, bashkohen fermerët, ku bashkohen, si u bashkohen këto fermerë, duke ju treguar rruga e drejtë, duke i besuar personave të caktuar, duke i besuar një trajnimi të caktuar, i cili nuk do t'i tregoj vetëm detyrat, por do t'i tregoj dhe të drejtat. Dhe në fundit e drejta e çdo fermerit është të marrë subvencionin që i takon, atë që i takon me ligj.
fermeri ynë për fat keq nuk e ka marrë. Dhe këtë nuk e themi ne, duam apo s'duam, këtë sot po na e tregojnë faktet, po na e tregon Olafi dhe nuk është në nderin ton. Kemi bërë shumë detyra shtëpie që na ka vënë Europa, por në bujqësi jemi shumë brapa. Pra, unë shpresoj Andis Salla, mik shumë i mirë i Yni, mik shumë i mirë i Unionit, që nga parët që ul me grekët dhe mori eksperiencën, ta dëgjoj këtë intervistë, të dëgjoj dhe ekspertët që i vinë nga jashtë dhe ato që nuk e arritën ministrat e tjerë ta arrisi Andis me punën e tij dhe me kongulljen e tij. Me të vërtetë uroj që një ditë të shikojmë në Shqipëri kooperativa të cilat nuk do jenë vetëm kooperativa, por do jenë kooperativa me standarde europiane dhe do jenë me fermerë që do jenë krenar për prodhimin e tyre dhe do jenë fermerë të cilët do të munden ta përballojnë prodhimin e tyre jo nga xhepi dhe jo me mundin që bëjnë sot, por si fermer europian. Ashtu si shkojmë në Europë edhe admirojmë fermat europiane të Italisë, të Greqisë, të Zvicrës që hynë edhe mbetesh pa mend nga bukuria e prodhimit, por dhe nga mënyra se si prodhojnë, nga shkenca që ka krijuar vetë fermeri, sepse fermeri agrikulturën e ka kthyer në shkencë, hajde ta kthejmë dhe ne në shkencë. Nuk kanë të tjerë diçka më shumë se sa ne. Jemi të barabartë. Por jemi të pabarabart për sa i përket mënyrës se si ne tërheqim fondet. Mjafton të ndjekim shembujt më të suksesshëm dhe të zbatojmë ato si duhet. Zonja Plangarica, subvencionet për shembull mund të jenë një mjet joshës në mënyrë që fermerët të bashkohen. Ne kemi aktualisht skema kombëtare e subvencioneve, është 30 milion euro në vit plus 12 milion euro që është skema e naftës. Pra është një shifër shumë e vogël krahasuar me nevojat që realisht ka sektori i bujqësisë. Nëse kam shumë financime dhe të vendoset theksit tek bashkimi, mendoni se mund të funksionojë? Vetëm kështu do funksionojë, nuk ka mënyrë tjetër të funksionojë, ndryshe nuk do kemi bujqësi. Në një 10 vjeçar, nëse ne do vazhdojmë të kemi një dynym këtu, një diku atje Matan, diku në Malsi, 2 dynyme ku e diun Kumbulla, 3 dynym Lajfi diku në jug, se tani po them nuk e di se çfarë prodhon çdo zonë në Shqipëri, nuk e kam më iden. Nuk do na marrë njëri seriozisht, nëse nuk bashkohet sipërfaqja, nëse nuk bashkohen fermerët dhe nëse nuk bashkohet edhe fondi, sepse është tjetër fondi që i jepet fermerit privat dhe është tjetër fondi që i jepet fermerit që i takon një grupi prodhuesish. Shpar ju dhash shembullin e Italisë, e cila tashmë po mundohet të fusin në ombrellën e vet edhe grupe fermerësh grek. Pra, që ta kërkoj këtë lloj ombrelle, të hapet kaq shumë kjo lloj ombrelle dhe të fusi brenda vetes, dhe të krijoj OP internacionale, do të thotë që janë shumë më përpara se sa ne, për sa i përket mënyrës së subvencionit dhe mënyrës se si tërheqin subvencionet. Subvencionet janë, arka e Bashkimit Evropian është, por arka e Bashkimit Evropian kërkon transparencë dhe profesionalizëm. Patjetër. Mund të funksionojë për shembull skema që ju e përmendët mes Italisë dhe Greqisë, të funksionojë mes Greqisë dhe Shqipërisë? Apo mund të jetë sobëzimi i tokave një problem? Greqia e ka kërkuar gjithmonë bashkëpunimin. Shumë herë dera e ministrisë ka qenë mbyllur. Na janë thënë fjalë, por nuk na është hapur dera dhe prapë vazhdojmë ta kërkojmë këtë bashkëpunim. Duam bashkëpunimin me Shqipërinë, duam ta sjellim eksperiencën e Greqisë, unë personalisht vetë, sepse jam tashmë shumë vite në këtë fushë, e kam ëndër që dikur të shikoj 2 bashkime kooperativash, 3 bashkime kooperativash, ashtu siç janë në Greqi. Të jenë po aq të fuqishme, të jenë po aq të famshme, të kenë atë bukuri financiare dhe atë bukuri fizike që kanë kooperativat këtu. Mund funksionojë. Nuk është vetëm privati. Po, mund të jetë një potencial, për shembull, po marrim zonën kufitare me Greqinë, fusha nga Korça e thuajse deri në Kapshticë. Nuk do shkoja deri në Kapshticë, unë do vija deri në Larisa, nga Korça deri në Larisa. Po, sepse edhe për te kufirit është e njëjta. Po, sepse është pothuajse e njëjta klimë dhe kemi pothuajse të njëjtat produkte, por molla e Verias dhe Nausës me mollën e Korçës nuk kanë asnjë lidhje. Sepse molla e Korçës vjen me krimba këtu dhe hidhet në ato që quhet lëngë frutash, ndërsa molla jonë shkon jashtë shtetit, kalon kufirin e Greqisë dhe shkon për eksport jashtë. Kjo është diferenca. Ndryshim drastik. Po, natyrisht.
Natyrisht. Sepse tjetër është çmimi i një produkti që hidhet në lop frutash dhe tjetër është çmimi i një produkti që hidhet në tryezën e konsumatorit. Është 4 fish, 5 fish, 10 fish më i lartë. Pavarësisht vullnetit politik që sikur se thatë ju ka munguar deri tani sidomos në Shqipëri, mendoni se potenciali mes bizneseve ekziston, pra edhe ju e shprehet dëshirën për të rritur këtë bashkëpunim? Ne kemi shprehur dëshirën. Jo, nuk mund të arri biznesi për fat keq në Shqipëri, aty ku mund të arri shteti. Pra, fillimisht fillojmë nga shteti, fillojmë nga Ministria e Bujqësisë, fillojmë nga specialistët e bujqësisë që janë brenda ministrisë, edhe pastaj arrim tek biznesi, tek privati, sepse unë nuk mund t'i dal përpara një privati që sot është gjigant, edhe t'i kërkoj t'i marr prodhuesit, të cilët i përdor dhe i shfrytëzon në mënyrën se si do çdo privat dhe nuk i le të shkojnë në një kooperativ. Pra, unë nuk i dal dot përpara privatit dhe nuk kam arsye ta bëj nga momenti që shteti nuk më hap derën. Ama, nëse shteti do më hapi derën dhe nëse shteti do më krijojë premisat dhe nëse unë do ta bind këtë shtetin tim që hajdeni dhe merreni këtë mënyrë funksionimi të kooperativave, të merrni mësime nga Greqia, nga Italia, nga shumë vende, nga Zvicera akoma, që janë tepër, akoma dhe nga Izraeli. Pardje në ekspozitën e Spanjës kishim izraelit të cilët shfaqen interes se si mund të fusin në sistemin e ujitjes në Shqipëri, një sistem i cili garanton ujitje pa pesticide dhe pa plera kimike. Pra, krijojnë kultivimin e një produkti biologjik. Kujt mund t'ja thuash? Cilës kooperativ? Sepse për një privat sipërfaqe kam përshtypjen. Nuk ka asnjë lloj interesi. Pra, e kuptoni se sa i madh është interesi, por që të krijohet gjithë ky potencial teknik dhe shkencor, sepse flasim tashmë për një potencial teknik dhe shkencor, duhet një bashkëpunim ndërmjet shteteve dhe duhet një bashkëpunim ndërmjet ministrive dhe pse jo, ndërmjet ministrive dhe privatëve apo kooperativave siç jemi ne, që kemi shumë dëshirë të hyjmë në Shqipëri. Të shpresojmë që kjo do ndodhë në ndërtimin e Ministrisë Bujqësisë nga ministri i ri, sikur se thatë Andi Salla. Po, të shpresojmë. Zonja Plangarica, ju falenderoj për gjitha mendimet dhe gjithë optimizmin e sjellë në studio, sepse realisht mundësit janë, por nevojitet ai vullneti i gjitha palëve që në disa raste mungon dhe më dëmtuar kam përshtypjen janë shqiptarët, sepse ka hapësira pa fund për të zhvilluar. Patjetër. Vullneti nga ana jonë ekziston, tani presim Shqipëria të na hapi dritën jeshile. Faleminderit edhe një herë.